go. Tick, tick, boom. Good morning, Shqiptaria. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Good morning. Si je? Mirë. Do ishte mundur sot, si atë ditë që i luajte pianos, që u zgjuan gjithë? Nuk do të kryoj shokëve e miqve lumturi kur jetin krye. O jetë. Oh. Het. Jo, tren. Hoje. Hajde, hoje. Sa flesht po punojnë këta. S'kam punu heq, more. Sen s'ka bu. Hajde, gruja e më shtë ma dorën të. Hajde. Hajde ma ke lullë shpirtin. Hajde, Të gruja. punë ka tënë. Ke dash dhe burë më i gruja e, po e dherë dhe të omnjë. Që shështë të jakonda. Dhe ishe të omel katunit, e. S'ka. Thajnë katun, s'ka. Në unë am ka jep. Se kur si shaurt. Ta hozë, zemën. Mirë mjes, po japim emisionin e gënjeshtrave. Në studio jemi me doktor profesor Frederik Ndoci. Faleminderit. Urime për emisionin. Faleminderit zoti Frederik. Qa pyetje shkeqeve të bondy? Është i lezetshëm. Profesor, qa ju shtyn juve çdo ditë të zgjoheni në mëngjes? Pse nuk zgjoheni për shembull në drekë? Unë do t'a lidh me atë që tha po mbytesh njëri në lumë, Po, edhe plumbu hull njoni. po, Do mos ishte ftohtë, shpëtoj. po. Kur do në ofruan gazetarët. Qa të shtyu ty që shpëtova dhe ta be ditë se kush më shtyu ta ja bëjnë. Big Mama ka sa ko keni që keni emigruar në Shqipëri? Po tani një muaj ka. Një muaj. Po, Dhe azilja. sa e keni patur vizën? Jam pa vizë. A jeni pa vizë, pra një artiste madhe, një histori suksesi. Arratiset nga Mali dhe vjen në Shqipëri të gjej rrënjët e saj. Nga qafa e thanës. Nga qafa e thanës. Pra është vërtet një rast unik, ekskluzivitet vetëm i emisionit tim këtu tani. Na erdhi dhe një ftuar tjetër në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do ulesh vetëm se s'mund të ikësh më, sepse jemi në Vali Live. Si e zemër? Qa bënte? Ishte vetë një këngë. Sa ta prek. Esteri është një emigrante tjetër këtu në kampin e refugjatëve, e cila fles zakonisht me pijama. Elinara, po, çfarë ju shtyu të ngriheni çdo mëngjes? Çfarë ju shtyn? Kush ju shtyn juve të ngriheni? Fera, Se pra. nuk rrini shtri. Fera. Sot ishte Çdo me ferë. mëngjes, çdo mëngjes. Çdo mëngjes e hasa ferën, Elinara. I ka munguar Dhe na tërbon të gjithëve. Vetëm ka një gjë. Kur jemi live, flet vetëm një, nuk flasim paralel, sepse mund të ngatërohen ata njerëz që na Kryem kakofoni. nëse nuk e kanë fikur televizor. Nobody thought we last forever. I feel them hoping and praying, think these flames gon' get better. They steady coming after you, they steady coming after me. Hop, hop. Futë kështu. Si mosi. Back here.
tani në këta momente, sa ta përfundoni këto ushimin ose pijen, duhet pa tjetër me ju grupi humbës të ktheheni sërish te ajo e kasollës dhe ta përfundoni. Po duhet tani, se e keni me kohë. Grupi humbës, Edhe është më i shpejtë, më ju vetë jeni të dy lodhët tani. kurkum. Blidhuni pak këtu grupi humbës. Edhe ka, po, Ylli, bashkë me Ganiun ishit e grupi fitues, mos gabojmë, apo jo? Te grupi fitus, po. Grupi humbës. Big Mama ti ishe te grupi humbës. Mund vish pak për jashta? Edhe grupi fitues, hajde di pak për jashta. Pjesa e mbetur e grupit humbës që ndodhet këtu bashkë me fakirët, për 2-3 minuta do vazhdojnë direkte te kasolja për ta përfunduar kasollën. Ndërsa shpërblimi për grupin fitues është do marrim makinerit e kositjes së barit dhe do të kosisim barin. Kush do? Ky është urdhër që duhet ta zbajtojmë të gjithë tani. Nuk u dere robat kështu, ik lutem mos pengo. Elinara, hajde tani se 2 minuta bisedë, nuk të pengoj, ja, hajde. të maroj unë edhe do vi. Unë po i varti 5 minuta, 10 minuta, 100 minuta. Hajde tash. Maroj unë edhe do vi. Hajde tani se s'kena kohë për kështu kundërshtim me koti. Non stop me ankesa. Më lërë hatë, po deshe dhe mos më përdiq ma se më vdiqe. Nuk përdjek Po, thjesht, përdjek. duhet vish. Hajde Elinar. Se s'kena kohë tash për këta debate. Po flet vet, po përgjigjesh vet. Hajde Elinar. Po, do presësh. Jo, duhet vish tani, se Mirë s'kena pafshim, punë tjetër. në mirë pafshim. Jam të bisedu. Roni i gjithë grupi humbës është duke u përgatit dhe janë gati për të shku për andej. Është urgjente, duhet pa tjetër që tani. Në një formë tjetër. Duhet përfundoj bisedimi edhe duhet nisemi për atje. U shplotshë nga ajo që u lodhshë. Pak më shpejt, okay? Juve ju bëft mirë, vetë se është urgjente. Ja, po i presim, po vazhdojmë, po shkojmë aty direkt. Direkt duhet me pa tjetër. Juve ju bëft mirë, vetëm pak më shpejt. Qa do bëni ju të dy? A do t'ja, gjeje vetë, mba e mëndë që më the. Se unë do t'a sjell memorien ty. Qa të tha plevica që do bësh? S'kam nevoj, e kam me plevicën, s'kam nevoj t'a them ty. Në qa shteti? Të ushtroj dhunë psikologjike mbi dikë. Pse se ke pa Nuri që Nuri ka pastru tualetin? Sa po të shpjegova, mos më përdiq Nuk të e pa lutem. si gjë. Nuri ka pastru tualetin dhe ti këtë gjë se ke pa. A e më konë dhe vitat shkurta, Big Mama? Pse lëviz? Që ke që lëviz? Këtu je në punë. More vesh, këtu mund t'lasësh. Kam një lajm të mirë dhe një lajm të keq. Po, Kë doni për para? të keqin. Të keqin s'ka bukë. Se? Do të mirin. Ne s'kemi qatë bëjmë. Do të gjenë Big Mama të bëmbu. Po, edhe unë mendoj se nuk bëj punë këto. S'ka bukë, po e bëjmë ne atë. S'ka bukë. Në qofë se juve Çfarë po jeni të lirë pastaj që po hanë, që të hani, që të punoj njeriu duhet të haj. Të vita Zabrumin Duhet ja të kthejnë shpjegoj. prapë. Jo, ti s'vjen fare. Ti le punën, më se bon, edhe është problemi e saj. Mendoj. Ti thash duhet ta do të zgjidhësh bësh, ti. Nuk mënën me marë kur gjë për me e këta së dënohën, okej? Mos i thuj ma kur gjë me marë për me, e se s'ju jetë. Nuk merë ti përgjësi se këta ngullen, se ti s'merë përgjësi për kërkon veç për vetën tonë e Zabra. Po them që unë, thjesht fizikisht nuk mundem t'jem Ka këtu. o zhano. Ashtë. Edhe, një gjo, Ron, qa plera është të ngellen këtu? Po? Ja i qenve. Okej. Këtyre qenve, okej? Mos ke njeri këtu me. Yes. Ty, kur të marrësh, vi unë, dhe t'ju marrë, që t'ju sjell ujë, këto ja usolla. Faleminderit shumë. Je nësh, je yll. Je maj mirë në këtë shpi. Do vi ma shpesh. Mos më prek këtu, mos më prek. Kam nevojë, mos më prek. E ndjet me ta thënë të shënduar. Vesh në që të vi, sak duhet. Hajde një ke banaku. Këtu. Doni këtu apo atje? Këtu. Atje më mbarë, tamam.
Me kokën tuaj, fola. Shpirtin tënë në faqe. Po, shumë faqe janë. Shikoj njerë mos ka plot, mos e Po, luti Zotit, të lutem, më leco shpirtin, se e ke të rënduar më tu. Thjesht flisni për fillim, jo vetë fjalën fola. Nara në mëngjes Në mëngjes ne u ngritëm derën direkt në krye të detyrit, puna që ka caktuar Agaj. Domethënë, Puna ka caktuar Agaj, na ka caktuar sa u zgjuam, pim kafen dhe na çoi direkt në punë. Miru pafshim. Fola me yri. Çfarë fola? Çfarë fola jashtë? Unë e them hajde me mu të ylli. Fola me yri. Se s'hy do të ku me këta. Se duhet shkoj drejt e stalla. Po thu ju ti. Erandi ose Ganiu, dy qese të zeza. Ganiu, Kush është më i lirë? a i t'ka qef. Mua më ka dhënë urdhër mama që t'haj petla. Dhe ma linë një mu. Bigi, kuj atyre që ndihmoj kush është i lirë me mësjell dy qese të zeza. O ti e krye fermere, si jom unë. Ti ke në dispozicion ata? Unë i kom, si kom unë kërka, ti e krye fermere, ti thuvu vetë. Nuk e di unë kush është i lirë për E momentin, po, nga ata që po unë si ndihmoj. jom e lirë, unë po zobuka. Unë po mësoj. Hej, zoti madh. Zot në rrit. Ola që është blenë qaj, se kemi di. 25.000 euro për në kilja. A do vish me mu të stalla? Jo. Po më përgjek, gjithandej ku shkoj, nuk guxoj të ulem diku, nuk guxoj të flet, nuk guxoj të zgjohem, nuk guxoj të ha, nuk guxoj të pi. Ju lutem, më ndihmo, Aga, të lutem merr masa mbi përndjeksin. Të lutem. Të lutem, Aga, merr masa mbi këta persekutorë që janë këtu në fermën tonë. Të lutem, Aga. Elinara. Dëgjoje zërin tim, të lutem. Jam edhe unë fermere si gjithë të tjerët, kam të drejtat e mia. Të barabarta me të gjithë, ky njeri po më persekuton, po më përndjek gjithandej, po më ushtron dhunë psikologjike. Do të ushtroj një sistem decentralizues nga askush nuk i bindet dhe kërkon nga mua të bëj detyrën e saj që nuk më përket fare mua. Bravo. Kaq, abstenoj. O Elinara. Një me si normal. Një me kur të smerrash njëri. Ti Roni dhe su përzi shifi drejtimet e tuja, Të gjitha i ke. muhabetet e tuja. Unë nuk përzijem më të punët e tuja, as ti mos u përzi të punët e mia. Psikisht i të edhunu. Jeto e dhunu psikisht. Dhun psikike jeto i bu njerëzve. Të i njek, të musënol kur, të i shku ofër, të mësë i dhonë hapsirë të vetë njerëzve. Bimja, nuk i shef gjërat pasme. Je dhunuse psikologjike, je dhunuse. I thash Elinarës që dikush nga ju me organizu vetëm i pastru këta dy tavolinat për jashtë. Shmë organizu. Dhe Gani Mos u referat e tjera, se kreti jem të e kitë popullin të e pas çfarë dhune jetë e bu. Jetë e sakatu njëre. Jetë e sakatu njërin e gjomë, nuk për len kërkun një ven me nejt rahat pa shku ti, pa. Unë e veç po deklarej që ka pëshë qëfar dhune psikike jetë e abo njërit. Jo, gabim. E populli vetë sa, e tha vetëm, jo nuk agravan, vetëm sa e tha se është shumë, është 50 e kusur vjeqare edhe nuk është fëmi me bo filma. A kuptën ti? As kush nuk e ka zgju me të keq, as kush nuk e ka zgju me herë se zhduhet. Ajo fare nuk e dëm prezencën tune. Fare nuk e dëm prezencën tune. Ka pengu në ushime nuk e dëm, nuk është me penges. Është me dhumë psikologjike. Jam kryefermere tani, më takojnë disa muhabete si kryefermere. Të takon ti të japësh urdhrat. Si njeri normal. Ti të japësh Ti të urdhrat. lutem mos u përzit e muhabetet e mia. Jo, ose po nuk e ka marrë për me që ka dalë. Qartë. Ma për bjerë se mos i jabe heshbe, o veç në nga në më bjerë, të dhe për mullish. Si që dy jagim të studiu, apo më kuptan heshbe, edhe nëse të ranë në bjerë, o nëse, o veç të reo. Dhimet e Linara se ku po shkën, pjerë shkën mas, ajo pi thët të lutë me lëre hatë se nuk du hapsiren time dhe kje prapë vazhdojnë si njeri dëpë që është. Bjerë, nuk i ka me komunikem bjerë. Si ju ka bloku bjerë, kabla kërësori ju ka këpu.
Shoj! Largo, please, largo për meje, të lutem! Largo, nuk jam una i njeriu që persekuton. Shoj, please, jam lodhur, kam punuar me fermerët e tjerë, shoj! Ku e gjen ata energji persekutuse, ku e gjen? Qa ke në vend të qa ke në trurin tënd? Qa ke në përbërjen tënd e ti? Qa je ti? Please, largo nga mua, të lutem. Më thuaj, çfarë gjë të keqe të thash? Më thuaj, çfarë gjë të keqe? Ti ka dej mjaft më, të lutem. Largo. Nuk kam ardhur këtu të më persekutosh ti. Po ku të persekutova? Nuk kam ardhur këtu të më përdhunosh ti. Nuk kam ardhur këtu të më provokosh ti. Po ku të provokova? Një argument. Nuk kam ardhur këtu për ty. S'jam për ty këto. S'jam për ty, nuk jam burr. Që me dhe më fut vjen edhe më fut duart që në pikë të mëngjesit. Largo nga mua, shoj. Se je duke përdor fjalë të rënda. Shoj, po them. Ku është persekutimi? Ku është për... Po më shtron dhunë psikologjike. Më thuaj pse? Më përndjek. Gjithandej kudo që shkoj, dhe në banjo, dhe kur shkoj ke robat, dhe kur shkoj punoj me fermerët. Po më përndjek, qa ke me mua, qa ke? Ullu, që të sau pusha. Po njerë nuk kuptoni, po jo nuk kuptu, po me kuptu kjo i shkon njeri normal, o i zamra. Me kuptu kjo i shkon njeri kitë normal. Po nuk ka për... Po nuk ndalon kjo, nuk ndalon. Nuk ndalon, nuk ka të ndalur, është sikur për jeton për mua. Po kjo gjë nuk e di pse u duket normale disave, që edhe ajo cënon dhe ata hapësirën të... Hapësirën private, kjo e dhunë psikologjikisht to. Po, është dhunë psikologjikisht. Dhunë psikologjikisht. Nuk e di se qarë masa është mund merën, po se di fare. Kjo... Sepse në rregullore thuhet psikologjike, verbale, fizike. Po. Ty, nëse ti reagon kështu, nuk është reagimi kot. është dhunë psikologjike, pranaj se mos me të pengu ty ka shumë, nuk ishe reagu të dengët pikë. Ajo. Po nuk ka të ndalur. Nuk ka të ndalur, se unë... Atëherë, vetëm ti të më thuash qka të lutem i linarë, mos më shqetësove të vazhdoj unë. Kjo nuk thot as të kjo thot të lutem, po gjithmonë ka tendencën mbrapa. Mos më ngacmo më të lutem. Fore as mos e lut, thjesht mos e vë. Po ta kapësh ta ngresh, shec më gotë. Më prek. Edhe qa të thot? Të thot ti po e bën. Unë në një farë mënyrë ja kam dhënë një mundësi të dytë. Se unë i kam folë edhe kur si fliste asë një albës, i kam thënë të guzhinë alba të lutem që ndronë shumë pozitive se i shumë më mirë. Më tha, s'kam nevojë për komplimente, ngejla unë, si folja më. Nuk e len rahat më. Ku është e lena? Shkon këtu, i vjen këtu, i foli, thot lutem le rahat. Po e shef se edhe me qëllim ja bën deliri në vere dhe dale, si që më bëni mua atëna. Që me dalë unë e vetë për shpërë. Qa do bëj unë këtu? Tjerë më hangër borë, s'ke drejt edhe më të Po e bëgaj. kështu i bje, se po si përgjigje këti loj tipi, edhe në qofë se këj populli që ka që flit dashës, ka shi këti loj karakteri, atërë unë si to kam këtu në këtë planet, ose si jam pjesë e këti kuti unë e shkajta nga gavi, nuk e di gavi. Nga dhe në monizm nuk ka pas shumë. Në monizm nuk ka, edhe i kishin me stil jata persekutimi. Të si një kalecat nga mrapa, të spiononin dhe ti se merje vesh kur. A të qërë është të tyra taj? Mjesë kina me bëgë të punë. Po marri punë aty këto me bëgë të tjetër. Dhe unë tash ty e ke këtë, të ka rënë kolapsi me këtë sistemin e rritë, të është bërë bumerang në këtë binde se ti së binda atë kujtë. Pse kërkon tani? Dhe pse më bërë mua pjesë të falsitetit të? Njëra me sekatë, s'ka fillu me sekatë loja. Po tali tash i se unë durë edhe kur si këtej përgjigje vjen ta bën kështu më falë që po prej. Lutem, më kam qef. Si më pësë da banë? Por, më t'i qo. Unë s'jam as shurt, as me mec. Edhe sy të bali kam. Kjo të drejton edhe idiot. Kjo është një do kishotjane, e papare, do me thënë. Nuk më kishte rastisur një jetë me persekuton të një femër. Kur në kurës. Kur. Në kone e mbejt e kam djerë qa është persekutimi. Po kisha kaq vite nuk e dija, tani ma rikujton Alba. Çfarë do të thot persekutim? Dani, shikoj ku janë. Pse si
kapni me këta rjetat e mdhaja? Pusha për ty. Ore, ti mos më thuj mu pusho, se po t'jap ide. Me rjetat e mdhaja ti zjashi horizontalisht. Tramna pe ati eshet këne, a moni me na ngu qa pjo vesin? Dili jashtë. Me qëta në vlo, nga mu, mësë më. O me qëta se e vogën e hëti bë. Ik mësë më shurva, ik tane. Andrea, shko të roni. Ik të budalli. Mos e shqit. Blokuve, 1 minutë së bloku, u lidh, kaqë li. Pra, Andrea, qa po shef atje? lo ma pak. Lavmi pak saj dhe gut, ti fërkojnë. Ka nget në i peshk aty, apo jo? Mirë. Le donë të lojt bot interesante atë ditën e parë të hym dëri organet të i bo, a për mu jam veprimet ulta. Unë se kisha bo asë një herë. Po s'jam peng tani pse dikush do ta ndajë flem bashkë, tash i kon flet me ta. Po çfarë se ti unë për mua është si dyn mund ta kthejnë atrakën, si e këtë situatën. Po përse se kështu si tipa, për shembull mund t'jemi tipa njësoj të shmendur, në kështu, po nuk do me thonë që jemi njëti nivel. Atëherë unë besoj që për diri so... Se për të me kam duket pak si lugë kriju me prej asaj, sepse tash do viktimizohet. Por unë jo që nuk i kam, unë i kam kur s'ka. Unë i kam krye, i kam çdo gjë prej meje është pak a shumë e matë, as i hap se kam henë. Qa të nisa që të regova, çdo se nga nis me dëshirën e vetë, me kërkesat e veta. Edhe kur të vjen limit me avu kështu, vjen me po kamerat që me thonë unë e du. Du, bravo, ky së më do mu. Kujtë se kuptoj janë. Edhe aty në kamera dalun keq. Po. A gedi? Po kjo gjithë qysh ty kësyr me qitë keq. Fakir. Fakers. Ju sonte do të organizoni një darkë romantike në shtëpinë e njishit për krye fermeren dhe të ftuarin e saj. Një aty, paktën ose një aty, ose të dy aty. Po do i keme vonë qirin të burë. Jo, super është. Është perfekt, Allah. Një mbrëma. Shkemi. Hiq, u vnova pak? Jo. Fiks në ko. Fiks në ko, Ajo që do të them unë, ja ta majme dhe që i gritë, se mos ashirën pak darënin. Edhe atmosfera e lezetshme, bukur. Muzika në top. Po pa tjetër. Edhe me personat e duhur, që dun t'a dinë vërtetën gjithë. E ti kemi këtu t'i folim për balë. Për balë? Po. Që do të flasim për balë? Si po duket loja? Loja, apo? Loja. Realiteti që ndodhë? Po, në realitet, real life, loja. Pëlqen? Të pëlqen? Lush me mu? Jo të luj. Për qa? Që të pëlqen? Se edhe unë ta njët lojen, edhe unë jam player. Se di që aspekti e ke, po? Ku tim lidhje me ne të dy. Që ta dim ku ju... Ty që pëlqen të unë? Që më pëlqen të këty. Ka pëlqy se je një lojtare e mirë. Lojtare? Po. Po a flasim për ne dy, jo për lojen. Për ne të dy brenda gjithë shkaje, në kuadrë gjithë shkaje. Se këtu njifemi ne, brenda një loje njifemi. Ama nga ana ime nuk është loj. Se ndi? Po duhet ta dish tani se ne kemi hedhë disa hapa. Ha? I kemi hedhë disa hapa, duhet ta dish. Po çfarë pyetje, po s'është diçka që dihet me tru, me mendje, po di thjesht e ndjen. Fol me zemër. Thjesht e ndjen. E ndjen? Po. Okej, kur e ndjen, e ke një vizion. Apo jo? Ha? Qa shef këtu tek ne, në mesin tonë? Me që unë kom energjinë, ti ke energjinë dhe ne në po folim, po dalim i qik nga trupi dhe qëfar shef ti në mesin tonë? Ose po ta them unë qëfar shaf? Okej, unë nga ana ime. Si ta them?
Okej, do i flas rrosh. Lutem, hajde pra. Nuk më intereson përgjigjeja jote, edhe po t'jetë ndoshta edhe mohimi çdo gjë. Jepi. Këtë po pres. Jepi. Pëlqim po shumë, interesim po shumë, me të njohtë më shumë po, me shku më tutje më shumë po. Kjo është realiteti. Me ta zbukuru me fjalë romantike kështu ashtu nuk di me filozofi. Në me fjalë thjesht. Thjesht e di që më mungon kur je larg, edhe shqetësohem. Kur isha larg. Si rasti sot. Edhe kur isha larg unë. Po përgjithësim, për diçmëri. Se si jam unë dhe si mendoj unë ty s'po t'intereso fare. Unë ka interesu shumë e di mendimin tatë. Realisht. Apo kupton? Tani, përderisa them që më pëlqen çdo gjë, kjo do thotë çfarë gjëje pra ma thuaj 2-3 gjona. Çfarë të pëlqen diku? Edhe flirtimi nuk është aty ku duhet. Pse s'është? As dëshira nuk është aty ku duhet, është thjesht një lojë mendje. Që ti po e luan, por edhe mendja t'ka humbur tani në buzë. Okej. Dhe me thoni s'po kuptohemi fare, ti nuk po e kupton që çfarë po ndodh këtu akoma. E para, ke zgjedh lojtarin e gabum për me lujt një lojë të fuqishme. Nuk është lujtje loje, bie argumenti jot për këtë rast, bie teoria jote për këtë rast. Okej. E dyta, kemi gjithë të net dhe ditë që jemi bashkë dhe nuk po ma jep vibe-in. Nuk po ma jep, duket që kur ti e ke programun trunin tatë, që ti m'ke qef mu, dhe fakt që mendoj unë, fakt që mendojnë tjerët, fakt që mendoj bota. Nuk funksionon ashtu. A e ke seriozisht ta qenë bota? Po. E ke sinqerisht? Shikon. Ti e din që unë nuk i flas do të bisedime që i kemi pas dhe pa mungesë mikrofonave. Që bisedime? Thjesht i vetmja fjalë që mbaj mend unë, pa mikrofona. Mos ma luj mu, lutem këtë loj, mos ma luj mu. Edhe mu mos të përtil tavolinë, se mu nuk e më intereso fare tensioni jot, edhe lojë këtë figurën e nxorë ftyrën e vërtet. Tani po arrit të kuptoj. E vetmja gjë që kemi folur në ti pa mikrofona është që më ke thonë kom besim tek ty. Kaq mbaj mendur pa mikrofona. Okej? Kaq mbaj mendur. Më trego diçka më shumë që kemi folur pa mikrofona. Ma thuaj, se po më bën një lloj aktrimi tani, dhe po dënë që është bosh edhe me nerva, a ka kupto? S'po e runë fare atë seriozitetin e kësaj darke këtu. Nuk është loj. Nuk është e drejtë. Nuk është loj. Nuk është loj. Po mirë më, unë nuk thash që është loj. Ne ja nisim si loj. Nuk mi intereson, po! Nuk e di qari duke bërë sot. Asi gjo, po mundohem të sqarohemi bashkë. Ndam. Pa që shtë dajë që pa bashkuar që që kjo... Tojnë qa bë? Për kjo në të vëti me dhëtë. U e disha. Normal. Se qa bë? Situata tjetër. Se thot vërteta. Të merret Shqipëria me viktimizimin e Albës. Qa i thatë vërteta? Vetëm 5 minuta, kam puga dashuri. Në qa këmë vërteta. Për Serena. Është emisioni agajt. Ishë me po dorken, muzikë dhe shërbim. Unë do shërbej, a ka marrë këto... Tamam Serena. Tamam këto dy. Edhe sot që knova, unë e filloha me dashuri, me kongë bukra. Ja sistemun magarona, gjanat, ja buan dorken e bukur. Edhe filloha me kongët e vetëm 5 minuta, kongë dashuri, kongë ishin fëmi, kongë do më thonë romantik. E pytë malë vëtë të qej. Projtë majtiv, mos u fut në Uja, se këta e më ljohë. Ka më borgi ty, mama 1 orë kongë dashurie, po ndërkohë i thonë nuk ndihmo për ty. Unë i thë, po u që në patë më zëri që ta në gjymë qa për Për shemë, ishte një kongë kësaj, bishin lotët. Ti më jesi një pikë. Te këngë këtë dhe i falimi, i
Elza, ky unë po ulem, por shë pak qëse doni të këndoj në një këngë tjetër, ma thoni, Sali Mio, ti shumë faleminderit, na e ke përshtat dhe këngën me gjithë situatën. Tick, tick, boom.